kur na u tha që 51% nuk mjafton. E tash nëse s'mjafton 51%, atëherë duhet me shku pra 60%. Nervios. Më shumë nervios jemi jo vetëm për prezencën, po edhe për punën që po e bani. Keni një punë shkëlqyeshme, po vazhdon ja pet, uroj që të keni sukses, kemi edhe ne sukses, aty jemi edhe ne, po ju jeni lokomotiva që na prini. Por jemi në aso rrethonash, se nuk I kemi zgjedh vet, kur na u tha që 51% nuk mjafton. E tash nëse s'mjafton 51%, atëherë duhet me shku pra 60%. Po diçka nuk është në rregull. Me këtë insistim të madh që mos me të pranu fitoria, që mos me të respektu rezultati, tregon që I kena disa sfida të mbrëmshme si shoqëni, edhe si shtet. Faleminderit shumë. Inshallah shik me gjithë për të mirë dhe ju dëshiroj shëndete, suksese në jetë me gjithë familjen. Kaparatën shërë, Prej 73 që të shtë? 73 në formë. Presidenti këtu në kryetare. Po që dhe keni rithemelu në 2017? Po, 2017, po. Atëherës ish kryetari I komunës e pa rithemelu. So pa shumë një pjesë një 7 vjetë. Nuk I kim vëj përgjegjësi se do ta rregullojmë këtë. Faleminderit shumë që na keni pritë dhe kënaqësi ju po në këtë intensitet të përgatitjeve për gara. Ju dëshirojmë shumë suksese edhe jemi të interesuar që sa më shumë me lidh arsimin me sport. E ky klubi I Mundjes këtu në Kaçanik është shembull shumë I mirë. E ne këtë do të transmetojmë edhe në për komuna tjera ku shkojmë, do të tregojmë se sa sukses shumë edhe të angazhuar me një. Klubi I Mundjes Kaçaniku është klubi I parë në Kosovë që ka hapur rrugën për vajzat kaçanikose promovime të sport që tradicionalisht është konsideruar si sport burrash. Me punë, përkushtim, gëzim, ne si klub vajzat e kemi përfaqësuar Kosovën në arena ndërkombëtare, duke treguar që nuk ka dallim gjinor, me krenari për klubin Kaçanikun edhe për krejt Kosovën. Me një fjalë na kena treguar që vajzat ose sporti I Mundjes nuk ka dallim gjinor.